Del nga kriza, zbuloni shenjën më të lumtur dhe më me fat të muajit shkurt. Nga ana astrologjike, peshqit janë shenja që do të kenë më shumë fat në shkurt, pasi Saturni, planeti karmës, më në fund largohet nga kjo shenjë në 14 shkurt. Kjo periudhë është veçanërisht e favorshme për ta sepse janë në qendër të ngjarjeve kozmike, gjë që u sjell atyre një ndjenjë qartësie, frymëzimi dhe paqe të brendshme. Shumë peshq do të vënë re se mundësit po hapen vetë, qoftë përmes kontakteve të reja, ofertave të biznesit apo përmirësimit të marrëdhënieve me njerëzit që kanë rëndësi për ta. Shkurti u jep një shans atyre për t'i besuar intuitës së tyre sepse ajo do të jetë aleati i tyre më i fortë. Ata do të jenë më të qëndrueshëm emocionalisht se më parë dhe lumturia do të reflektohet edhe në gjëra të vogla, bisedën e duhur në momentin e duhur, mbështetjen e papritur ose realizimin e diçkaje që kanë dëshiruar me zjarr. Ky është një muaj në të cilin peshqit mund të shkëlqejnë, por edhe të hedhin themelet për lumturi afatgjatë.